Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani speca djegës, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës dhe stomakut tuaj. Speci djegës u zbulua për herë të parë nga aztekët, të cilën në vend që të hanin e thanin dhe më pas e tymosnin. Kjo lloj specit përmban një përbërës të quajtur kapsaicin, i cili kur konsumohet si duhet, mund të jetë aleat i fuqishëm në shumë çështje shëndetësore. Sipas Brajçaj, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë trupi juaj nga konsumi i specave djegës. Do të keni më pak gjasa të bëheni obez. Studimet tregojnë se ju mund të rrisni aftësinë për të djegur djam dhe për të ulur oreksin duke konsumuar speca djegës. Mund të zvogëloni ulçrat. Ekziston një keqkuptim i zakonshëm që ushqimet pikante kanë në tendencën të shkaktojnë ulçrat e stomakut, por e vërteta është krejt e kundërta. Studimet kanë zbuluar se kapsaicin, përbërësi i specave djegës, vret baktere dhe largon infeksione, duke zvogëluar inflamacionin e stomakut tuaj. Në rast se nuk vuani nga ulçrat dhe konsumoni speca djegës, atëherë do të keni përfitime duke i mbajtur ato larg, por nëse keni ulçra në stomak, nuk këshillohet të konsumohen specat. Mund të parandaloni infeksione të ndryshme. Bota ka përdorur erëzat dhe barishtet si një mjet për të ruajtur ushqimin që nga fillimi i kohës. Sidoqoftë, ajo që shumë njerëz nuk e dinë është se studimet kanë zbuluar shumë veti antimikrobale të specave djegës. Për shkak të kësaj ekziston një larmi e infeksioneve që mund të parandalohen nga speca djegës, siç janë fyti, prishja bakteriale e dhëmbëve dhe infeksionet e sinuseve. Mund të lehtësojnë dhimbje të shkaktuar nga migrena. Një nga mënyrat për të përfituar nga speci i kuqdjegës është duke përdorur kapsaicinën e pranishme në të si një spraj hundësh. Studimet kanë treguar se kur aplikohet në spraj në vrima të hundëve, efekti i tij kundër dhimbjeve të migrenës së kokës është jashtëzakonisht i fuqishëm. Do të jeni në gjendje të mbani larg problemet e sheqerit. Është provuar shkencërisht se kapsaicin është në gjendje të ulë nivelin e glukozës në gjak duke arritur nivelin e insulinës. Për këtë arsye speci lehtëson luhatjen e sheqerit. Mund të shpëtoni nga hipertensioni. Studimet mbi kafshët tregojnë se ky përbërës mund të qetësojë enët e gjakut duke ulur presionin e gjakut, madje të ndihmojë edhe ata që vuajnë nga hipertensioni, citon Brightside. Mund të zhbllokojë hundët. Kapsaicina është komponenti që jep specave aromën pikante dhe ulëntimet tregojnë se mund të përdoren si spraj hundësh duke i zhbllokuar ato ose për të shëruar kollën dhe probleme të tjera të sinusit. Do të jeni në gjendje të zvogëloni inflamacionin e stomakut. Për fat të mirë, studimet kanë treguar se kapsaicin mund të përdoret si ilaç antiinflamator që zvogëlon inflamacionet e stomakut. Mund të përdoret si krem antireumatoid. Nëse përjetoni dhimbje të nyjeve, studimet tregojnë se mund të aplikohet kapsaicina për të lehtësuar gjendjen. Mund të parandalojë klamidian. Studimet kanë treguar se kapsaicin mund të kontrollojë dhe eliminojë rritjen e klamidias në qelizat duke shmangur kështu përhapjen e saj në organizmin tuaj. Te specat e kuqdjegës gjenden në sasi të madhe kapsaicin, përbërësi kryesor i efekteve farmakologjike, flavonoide, vajra esencial, karotenoid, celulozë, kalcium dhe hekur. Përmbajtja e lartë e vitaminës C është më i madh se të gjitha frutat dhe perimet e tjera, ndërsa gjenden edhe sasi të konsiderueshme të vitaminës A, K dhe B. Jo më kot studimet e nisura i kanë quajtur atë ari i kuqit tavolinës. Shumë njerëz pohojnë se mund të hajnë specat e kuqdjegës sepse ndihmojnë në lehtësimin e stomakut. Madje ekspertët tregojnë se mund të ofrojë shumë përfitime. Po ashtu njerëzit kanë frikë nga ushqimet pikante për shkak të pasojave të hemoroideve. Në të vërtetë që prej viteve 1857 Akademia Mjekësore Franceze ligjëronte zyrtarisht vlefshmërinë e specave të kuqdjegës kundër hemoroideve, por ajo që duhet të theksohet është se përdoren në sasi të vogël dhe të moderuar. Nuk këshillohet të përdoret nga të vegjëlit, sidomos pa mbushur 13 vjeç. Po ashtu nuk duhet të teprohet me të, sidomos nga ata që vuajnë nga aciditeti i lartë i stomakut, ulçra, hepatiti, kistet dhe hemoroidet. Teprimi mund të shkaktojë irritime të mukozës së zorës, inflamacione gastrointestinale në stomak dhe në veshka. Megjithatë, në doza të vogla mund të shërbejë për të lehtësuar disa lloje të problemeve. Speci djegës është krejtësisht i këshillueshëm si recetë parandaluese kundër infarkteve dhe sëmundjeve kardiovaskulare.
Është të parë se përdorimi vazhdueshëm i tij ul kolesterolin në gjak, ndihmon zemrën, ndihmon punën e arterieve e të tjera. Farat e specave përmbajnë shumë acide që eliminojnë edhe problemin e kolesterolit dhe triglicerideve. Kapsaicina vepron dhe metabolizon yndyra duke përshpejtuar punën dhe penguar akumulimin e tyre. Një studim i fundit nga Chinese University i Hong Kongut e konfirmon plotësisht këtë. Kërkuesit ushqyen kavjet me një dietë të pasur me ushqime të yndyrshme. Grupi, që përveç ushqimeve nisi të konsumonte edhe speca të kuqdjegës, kishte nivele më të ulta të kolesterolit në gjak. Kjo fal edhe efekteve të kapsaicinës, elementi përbërës që jep shijen pikante specave, duke ndikuar kështu në përmirësimin e shëndetit të tyre dhe duke mbajtur larg një sër komplikacionesh. Specat e kuqdjegës mund të konsumohen, por gjithmonë brenda sasive të duhura. U vërtetua se kapsaicina ka efekte pozitive në personat e prekur nga diabeti, sepse përmirëson aktivitetin e insulinës për të pasur një efekt mbrojtës në nivel kardiovaskular. Nuk është e nevojshme të konsumoni sasi të mëdha, por ta konsumoni atë në mënyrë të vazhdueshme dhe të moderuar, citojnë ekspertët health.com. Dieta bazohet në teorinë që këto element duhet të riekuilibrojnë metabolizmin dhe janë në gjendje të parandalojnë komplikacionet e këqija. Kohët e fundit, kërkuesit në Los Angeles në SBA kanë studiuar efektin e kapsaicinës në laborator dhe kanë mundur të tregojnë se ky princip aktiv ndihmon në parandalimin e radikaleve të lira që të përhapin komplikacione. Në Kinë, speci kuqdjegës përdoret normalisht kundër depresionit, edhe në Indi thuhet se speci kuqdjegës stimulon edhe shpirtin dhe pastron gjakun. Me specin e kuqdjegës mundesh të dobësohesh. Për këtë janë të bindur profesor Henry edhe Emery që në revistën shkencore Human Nutrition kanë publikuar një studim me titullin "Efektet e ushqimeve pikante mbi metabolizëm". Në një përfundim të tillë ka arritur edhe një grup kërkuesish i Universitetit të Tasmanisë. Sipas këtyre, kapsaicina përmban element që ulin kaloritë me 15% dhe kështu ju ndihmojnë që të ndiheni të ngopur dhe gjithashtu do të ofrojnë mbrojtje më të mira për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Specat e kuqdjegës janë në një mundësi e mirë për trupin tuaj. Duke i konsumuar gjithmonë brenda normës lejuar, mund të parandaloni një sër problemesh të trupit dhe do të ndikoni pozitivisht edhe në organizmin tuaj. Ndaj edhe ekspertët sugjerojnë që ta konsumoni gjithmonë në sasi të moderuar. Speca djegës përdoren në mjekësinë moderne në rend të parë për zbutjen e dhimbjeve të personave që vuajnë nga artriti dhe diabeti. Speci është i pasur me vitaminën C, e cila mbron nga infeksionet. Gjithashtu te speci gjenden sasi të madhe të vitaminës C, të cilat ja atribuohen edhe vetive afrodiziake që kanë të bëjnë me përmirësimin e funksioneve tuaja. Por përtej shijes pikante, speci ka një sër funksionesh terapeutike, të cilat jo të gjithë i njohim. Ai mbron shëndetin e zemrës suaj. Specat e kuqdjegës mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare, zvogëlojnë rrezikun e sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru, dhe reduktojnë ndikime negative të kolesterolit të keq. Ato janë të mira në uljen e presionit të gjakut. Është provuar se specat e kuqdjegës ulin presionin e gjakut dhe relaksojnë kështu enët e gjakut. Studimet kanë treguar se kapsaicin të specat e kuqdjegës do të vrasin problemin e radikaleve të lira. Kjo perime dhe erëzë në të njëjtën kohë gjithashtu ndihmon në luftimin e ftohjes dhe ngadalëson edhe trashjen e trupit tuaj. Ka veti të mira antiinflamatore që ndikojnë pozitivisht në organizmin tuaj. Speci ka veti antiinflamatore madje rekomandohet si në rastin e kollës. Ai lehtëson edhe dhimbjet reumatizmale. Për këtë mjaftë zbutje të tij mund të ofrojnë edhe aplikime të mira në lehtësimin e dhimbjeve. Ai çliron nga zemërimi. Ushqimet pikante stimulojnë prodhimin e serotoninës, një hormon që bën njerëzit të ndihen mirë. Prandaj është e dobishme në luftën kundër depresionit. Specat e kuqdjegës këshillohet të konsumohen në moderim dhe asnjëherë për persona nën 13 vjeç. Duhet të tregoheni të kujdesshëm dhe nëse merrni medikamente, duhet të konsultoheni me mjekun përpara përdorimit të tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.